Po për qëndrimin e opozitës, që mendoni Sali Berisha, mbështet investimin dhe është bërë njësh me Edi Ramën, janë bashkë, më sigur një i vetëm, i qorin këtu, edhe në i tjetër. Ma tje dhe protestën e kanë sulmuar nga PD, e organizon Soros i tonë, këtë protestën, thotë PD-ja. Soros i shkretë, edhe i vjetër, sa vjetër Soros. Pa e ka me triun. Soros i ri. Djali, Aktualisht, opozita e vërtet në Shqipëri po bëhet në sheshin në bulevard dhe në shesh. Dhe ndoshta do përhapet në gjithë sheshet të Shqipërisë me këtë rol që ka marrë. Sepse forca, fuqia opozitarizmit është e lidhur ngushtë edhe me atë se kush e bën. Dhe fuqia e kësaj, e këtyre protestave pikërisht fuqia e rinisë. Apo nuk do të kemi edhe, se pushim kjo do të piduan, por nuk kanë, nuk lejohet. Vazhdo. Pra fuqia e opozitarizmit është e lidhur ngushtë edhe se kush e bën. Dhe konkretisht sot... Pse mos pijë cigare në televizor? Por në rishë në zyrën e vetë. Për lene me burrin e të fletë, se u bom... Zyrën e vetë. Fale preq. Edhe njëherë, për them që opozitën realet vërtet fuqishme, që e ka trënditur realisht qeverin, po e bën bulevardi, po e bën protesta e... Doktori që mendon ti tani, pse është bërë kaq fort Afrike, Trumpit, aktor që kanë? Sepse vetë kjo protesta e ka klasifikuar opozitën e Partisë Demokratike si problemi dhe jo zgjidhja. Vetë kryetarin e Partisë Demokratike ato kanë vënë një plan me Ramën duke i konsideruar si pjesë të një kaste politike që janë përgjegjës për problemet e mëdha që janë krijuar në vend për gjatë shumë viteve. Duke qenë i ekskluduar dhe duke u trajtuar si problem dhe jo si zgjidhje, tani çfarë duhet presim nga Sali Berisha që të mbështesë opozitën se është edhe pa sens. Tham një dy fjalë për temën se ku edhe do t'i thotë zoti Meksi dhe pastaj kalojmë këtu. Okej. Meksi, opozita mendon ti doktori? Nuk është. Ka i. Te çështja e opozitës, unë mendoj që ka një qarje mrena Partisë Demokratike që nuk u bëhet publike, tash Sali Berisha mund t'jetë non grata, pa ajo është prap Amerikan, edhe orientimin e ka Amerikan pavarësisht që është non grata. Edhe aty nuk ka dilema. Përderisa zonja Jerida Tabaku, Belindi, e ca të tjerë, shihet qartë që kanë pi ujë gjerman, edhe shtyn një agent elitiste të disa qarqeve në Gjermani, që dojnë Shqipëri me bëhë eksperimente në kuzhinat e tyne quasi demokratike, tyre si dush, që i ka provu Bosna, kanë tentu edhe mi bënë Kosovë, por nuk ju kanë shita Albini, edhe tash që kanë gjetë, për kjo është arsyeja pse zonja Jerida Tabaku është pozicionu kundër shefit vetë, edhe qëndrimet e saj janë publike. Sa i përket asaj që tha Preqi që opozita e vërtet është në shesh, unë menoj që në shesh ekziston brumi i një diçka që mund të quajmë krijimi një politike të re në Shqipëri. Se kemi politikën e vjetër që identifikohet me parti tradicionale, partit e vjetra, edhe a do ketë politikë të re në Shqipëri, unë kam dyshimet e meja, Agron Shehaj nuk mund tjetë pjesë e politikës së re. Zotni Qorri, për menimin tim, është një person shumë i sinqert, por është i sinqert, a kjo është i sinqert në atë që ka deklaron, është në mendimin tim një profesor shumë i mirë, por nuk është i marrum për politikan. Edhe, nuk është për politikan, s'pako jo për këtë arenë ku ky është duke dalë. Edhe, politikë të re në Shqipëri nuk menoj që do ketë për spako dhe 10 vite të arshme. Politikë të re, do mënë që del një forcë re që e përmbys vjetër. Doktori mbetet dhe... Doktori, kush do që ja delegon doktori me testament? Zoti Rama, thotë. Edhe kush do që ja delegon doktori me testament, Partia Socialiste, pas largimit liderit, me gjithate, e bën një proces për zgjedhjen e liderit. Por, politika vjetër në Shqipëri do vazhdoj për spako dhe 10 vite të arshme. Parti tradicionale. Japi përgjigje. Sepse, hajde ta thoje këthëja një afër para, unë nuk e besoja. Sepse unë kam thënë që pas zgjedhjeve të kaluara, të nesër në zgjedhjet 2025, kam thënë që fitoria... Të lutem. Se unë nuk i ndërhyra fare.
të vendosin pak të në fund një standard etike dhe komunikimi. Je shumë i kulturuar për të hyrë në politikë. Po mirë, po e marrë si kritik. Tani, po them, në ditën e nesme zgjedhjeve 2025-s kam thënë që fitoria e Ramës është si e Pirros. Që thosh një fitore taktike që i paraprin një humbje strategjike. Si e Pirros, ja? Po. Çdo të thotë kjo. Se Rama ka fituar në 2025-ën, duke shitur premtime e zotime për gjithë ata që kanë financuar fushatën e vet edhe mbajnë në këmbë. Dhe tani ai duhet të kthej borxhin. Dhe borxhin mund ta kthej vetëm duke u vjedh pronat qytetarëve dhe duke shkatruar gjithçka që gjen përpara. Dhe kjo sjell këtë reagim. Se Roma shpall zgjedhjet parakoshme, a fiton a humb. Jo, dhe ta them se dhe për ndryshe do i kishte thirrur 90 mandatet i merr. Albatros do t'i kishte thirrur një kryeministër që ndihet i fortë, kur sfidohet nga 10 mijëra njerëz, thotë ikim zgjedhje. Ikim zgjedhje, unë me projektin tim, ju me programin tuaj dhe hajde përplasemi. Janë 10 mijëra, se me qenë 10 mijëra që ai ka humbur Toruan. E shikon në intervistat që ka humbur Toruan tërësisht. Pse e bën këtë? Sepse është e ndjen dobësin, e ndjen që po e rrshqet terreni nga këmbët. Tani, ati kthejmë çik tezës së Ramës dhe Berishës, se kjo ishte pyetja. Pse mbajnë njëri tjetrin këta? Pse mbajnë? Çka ka ndodhur më thosh? Se në mënyrë pacip fare, dalin në konferencë shtypi paralelisht me njëri tjetrin dhe thot rrof projekti, rrof investimi, rrof oligarkët, rrof gjithë. Poshtë maskarent, këtë thonë. Fort. Tani, ajo që them unë, ajo çfarë i bën bashkë këta, është oligarkia e huaj dhe vendase. Se mos harroni, nuk janë vetëm këta që thoni ju, po janë oligarkët vendas që do ndërtojnë aty më. Është Kastrati me Allajbeun që e kanë nxjerr, paktën këta dy kanë nxjerr investigimi i gazetares Lindita Çela. Pra janë oligarkët vendas, se nuk erdhi Kushneri ti mbyll gojën televizioneve në Shqipëri. Nuk erdhi Kushneri, as ky arabi, janë oligarkët vendas, janë oligarkët vendas zotëri. Dhe tjetra, më dëgjoj vetëm diçka. Protestuesit thrasin dorëheqjen e Ramës. Dhe inteligjenca kolektive, që është shumë interesante, ka kuptuar që ditën e parë që mënyra më e mirë për ta rrëzuar Ramën është që të kërkosh paralelisht që Rama dhe Berisha të shkojnë në burg. Sepse po mos ishte edhe kjo thirrja e dytë. Thirrja e parë për dorëheqjen e Ramës do të instrumentalizojë si janë këta të Berishës, po fusin humbë dhe kështu me radhë. Për çfarë kanë vjedhur deri më sot? Po mirë më burrë se janë sheshin e Çaushesku. Pikërisht kjo gjë ka treguar jo vetëm Ramën, po edhe Berishën, sepse Berisha po e kupton. Ne jemi shoqëri e ligjeve megjithatë. Je profesor, se ti the janë profesor. A tham që do vendosim një standard etike për profesor, nuk çohet njëri në burg pse po don ti. Mor spaku mor burr, ti çon spaku dhe gjëgoja, te to. Ne jemi shoqëri e ligjeve, njeriu nuk shkon në burg pse po don institucionet e drejtësisë. I bëjmë një thirrje, institucionet e drejtësisë, një lutje. Kemi drejtën të bëjmë. Edhe lutja nuk mjafton, edhe dëshira prokurorit me çun burg nuk mjafton. Politike Albatros. Dëshira prokurorit me çun burg nuk mjafton. Është një mënyrë për të thënë që na e kanë sjellë majt hundës këta njerëz kaq të korruptuar që na kanë marrë në qafë. Pse nuk janë 1 milion shqiptar në rrugë Arlençon? Pse nuk janë 1 milion?